ndërsa tek vajzat e reja vyhet re një tendencë për të vajtur në estetiste ose parukiere dhe për të kryer disa ndërhyrje që janë në mënyrë kategorike të ndaluara dhe lejohet të kryen vetëm nga mjekët ose të paktën vetëm nga mjekët dermatolog. Kjo është për të ardhur keq, por është në një masë shumë të gjerë, sa një zë si unë do ishte shumë pak për ta ndaluar. Duhet të punojnë të gjithë, duhet të raportojmë rastet, çfarë ndodh, që pastaj të mos ndodh më. Jo pak ditë më parë, unë kam rastisur në një vajzë e cila kishte probleme me rënjën e qimes, e cila i futej në mish dhe i krijonte ato papullat e vogla të kuqe që shumë persona mund t'i kenë parë nga njëherë ndodhin kudo. Edhe në pjesën e fytyrës, edhe në zonën e bikinit, edhe tek pjesa e kofshëve, por kjo vajzë për të zgjidhur këtë problem ka vajtur në një qendër estetike për të bërë lazer. Dhe tani lazeri jo vetëm që s'ja ka zgjidhur problemin, por ka shkaktuar dhe disa njolla kafe. Një nga ato që ne përmendëm më lart se ku mund të ndodhin. Pra, njollat kafe mund t'i shkaktoj edhe një aparaturë e përdorur nga duar të gabuara. Sepse kjo vajzë duhej përpara të kishte mjekuar problemin, sepse ai është një problem dermatologjik, është një infeksion. Duhet të ishte trajtuar nga një mjek dermatolog dhe pastaj të kryej procedura e epilimit me lazer. Kur erdhi tek mua, jam munduar t'ia zgjidh problemin, i kam dhënë këshillimet e duhura, por kjo është një gjë që unë po e them që shumë persona të tjerë që mund të na ndjekin të mos i bëjnë gabime të tilla. Prap kjo është një gjë e vogël në krahasim me çfarë dëgjojmë dhe shikojmë në praktikën tonë të përditshme, jo vetëm unë, por edhe dermatologë të tjerë.